Të paktën 19 persona konsiderohen të zhdukur pas një shpërthimi masiv në një fabrikë për prodhimin e eksplozive për ushtrinë amerikane në Tennessee, tha një zyrtar lokal. Ky incident ka shkaktuar një numër të paspecifikuar viktimash. Aktualisht mund të konfirmojmë se kemi 19 persona që po i kërkojmë, tha sherifi i qarkut Humphreys Chris Davis gjatë një konference për mediat. Mund t'ju them se ka viktima, nuk dua t'ju jep një numër, por mund t'ju them tani se po kërkojmë 19 persona, shtoi ai. Davis më herët pashtu tha se autoritetet e kanë rrethuar zonën, por paralajmëroi se mund të ketë shpërthime të tjera më të vogla në fabrikë. Në vendin e ngjarjes janë parë ekipe të shumta të emergjencave, teksa publikut i është bërë thirrje që të shmang këtë zonë. Ndërkaq, sipas pamjeve nga ajri që janë shfaqur nga mediat amerikane, treguan se ende dilte tym nga vendi ku ndodhi shpërthimi. Mund t'ju konfirmojmë se ka ndodhur një shpërthim në zonën e Buxnorit, tha më herët policia lokale përmes një postimi në Facebook. Ekipet e emergjencave aktualisht janë në vendngjarje dhe po punojnë për të adresuar situatën, shtoi policia. Zyra e kryetarit të qarkut tha për mediat se nuk mund të konfirmojë se ka viktima apo shkakun e shpërthimit.